Një karakteristikë tjetër e videove në YouTube channel që ja vlen të përmendet janë të videot të kulturës dhe lifestyling. Çfarë është lifestyling? Lifestyling ka të bëjë më tepër me zhvillimin e kreativitetit për jetën e përditshme, siç është krijimi i një rutine të përditshme, daily routine, my morning routine, krijimi i rutinës time të mëngjesit, të mbrëmjes, ndarjen e ideve për sa i përket kujdesit të lëkurës, skincare routine, morning skincare routine, daily skincare routine, night skincare routine, krijimi i përmbajtjeve të ndryshme që ka të bëjë me trajtimin e lëkurës, trajtimin e flokëve, janë what's in my bag, çfarë kanë në çantën time, video të ndryshme, vlogje të ndryshme që kanë të bëjnë qoftë me udhëtimin, qoftë me mësimin e një recete gatimi, mësimin e rreth një modeli flokëve, sidomos për vajzat janë shumë të rëndësishme për krijimin e modeleve të ndryshme të flokëve, mësime të ndryshme që ti mund të nxjerrë nga krijimi i një YouTube channel. Pjesë e rëndësishme e YouTube channel është krijimi i besimit në vetvete, mundësia për të krijuar rritur nivelin e ndërgjegjësimit dhe komunikimit me të tjerët. Çfarë mund të mësosh? Mund të mësosh nëpërmjet auditimit programe të ndryshme që të shërbejnë qoftë në montazhin e filmit, e videos, të jesh më organizuar, si pjesë e rutinës tënde të përditshme, të jep mundësi që ti të bësh kërkime. Kërkimi është çelësi i suksesit në YouTube channel, sepse në momentin